Ti shgënjesh sa herë që flet me të? Pyetje. Pra, se thua nuk pyet kur. Ti gjithmonë sa herë që merr ai vazhdon nuk pyet si je, ti vazhdon shgënjesh? Madje ka pasur data specifike, siç ka qenë dhe ditëlindja ime, që ai nuk e mban mend. Edhe mund të ketë diku 4 vite që nuk ma uron. Edhe ndoshta aty e kam atë periudhën më të komplikuar të ankthit. Ose fakti që mund të kërkoj babain tim te çdo mashkull në një mënyrë të pavetëdijshme, duke menduar që mos të gjej babain tim aty, filloj e kërkoj më shumë. Ndërkohë që po flet, të pyes direkt, si të bën të ndihesh që po e tregon? Mirë, jam e çliruar, në fakt edhe pse po qaj, është thjesht instiktive mendoj, po ndihem e çliruar. Ndoshta mendoj edhe këtë që njerëzit deri në një farë pikë do kuptojnë dhe çfarë kam unë brenda. Duhet ta dinë dhe tjerët apo jo, sepse ta mbash vetëm në vete, thej që nuk e ndan me shumë njerëz, kjo të ngarkon akoma më shumë. Do të thënë ka nevojë të dalë prej teje. Po, dhe unë mundohem gjithkohë të gjej momente që të ri vetëm, mos të flas as me veten, mos të flas me asnjë njerëz, thjesht të ri vetëm.